kategoria ma fisnike e njerëzve punëtorë në Ferizaj. Kur I sheh ata të punu, të prodhu produkte, të knaqet zemra. Shembull gremja njihet për mobiljeri. Po. Çfarë do të bëni për këtë sektor? Ose për këtë veprimtari të veçantë? Unë thash se për këtë sektor të prodhimit, sidomos për bizneset e vogla. Jo, e kam fjalën ndonjë panair, ndonjë mundësi për të ekspozuar punimet e tyre, kontakte me rrjetet mëdha të dyqaneve. Ndëgjëm, sot ku shkon greme, ke pa numër punëtori njerëzve që I kanë hyrë prodhimit të produkteve të drurit. Unë kam bisedu me ta dhe kam thonë, ata ka nevoj për disa hapësira, ka nevoj për me u zgjeru pak. Dhe në kuadër të planeve tona të mbështetjes financiare për prodhust vendor, unë kam parapat që atyre mjë dhonë dhe hapësira komunale në mënyrë që ata me u zhvillu. Dhe në kuadër të një kompleksi biznesor, unë kam parapat për ta që duen ta ke një ekspoze, një vend ku I lëjnë produktet e tyre gjatë 12 muajve të vitit. Pra një panair që zgjatë panair ditor. Pra ata do ta kenë hapësirën e tyre dhe të ekspozojnë produktet e tyre vazhdimisht. Po e kanë të dedikume. Si ti tregu? Jo treg, është si expo, si showroom. Kur shkojnë qytetarët në greme, e kanë një adres ku I shohin produktet e tyre. Nuk ka nevoj me hynë në secilën punëtori për me pas çka po prodhohet, po e kanë një vend ku ekspozojnë produktet dhe ata do t'i kenë produktet e plasume gjatë tër vitit. Dhe kjo besoj që do t'ju ndihmoj sepse qytetarët do t'ta kenë më të lehtë për me vendos ose me zgjedh produktet e atyre. Unë ju kisha ftuar në ditë, kurdo që keni kohë me ardhë në greme me pa çfarë punë bëhet atje. Me kënaqësi, do të venim. Çfarë punë bëhet atje, të kënaqet zemra, kur I sheh bizneset e vogla familjare, tu punu prej mëngjesit deri në darkë, tu I bëj ato produkte me kualitet jashtëzakonshëm. Shumica prej tyre edhe kanë nisë me eksportu në Zvicër, në Gjermani, në shtetet ndryshme të Evropës. Pra ka eksport, Ferizaj ka eksport. Dhe a ndalë migrimin? A ndalë. Po, shive, unë sot isha në greme. E pash një kompani atje që po prodhonte panele elektrike për Zvicër, me standard zvicran. Dhe ata më thanë kështu me shumë krenari që në greme nuk ka më njerës që s'kanë vendet pune. Pra shkojnë edhe të fshatrave për rreth, edhe qytetit për me punu sot në greme. Pra është bërë zonë industriale, trektare, jo veç e Ferizajt, po edhe gjithë Kosovës. Për bujqit për shembull, duhet me parapas subvencione, qoftë në sera, qoftë në produkte tjera që ju ndihmojnë përpunimit të tokave tyre, sidomos për gratë për shembull. Sera të ndryshme për gratë të cilat janë ndërmarrëse dhe duhet t'i mbështesim financiarisht. Pra ka një mundësi, një mori mundësisht të cilat ne do të jemë pranë qytetarëve. Patjetër se po. Po thëmë, Ferizaj njihet si vendi më ndërmarrës që mund të ekzistu, është një motor I zhvillimit ekonomik, është taksapaguesi I dytë në nivel Kosovës, për kokë banori shpesher del edhe mbi Prishtinën, kështu që atje punohet, atje ka njerëz të ndershëm punëtor, por duhet edhe ndihmesa ose lehtësira tjera. Për mua synimi kryesor është me ndihmu edhe atyre që mund të eksportojnë jashtë Kosovës. Sepse tregu I Kosovës është I vogël, por kem mundësi me ndihmu bizneseve që të jenë eksportues në vende të ndryshme të Evropës. Turizmi. Vetëm Jezerci apo cila është plani juaj konkret? Agroturizmi, kisha me thonë që është një koncept cilin kisha mendu me shty më tepër. Ferizaj ka vende shumë bukra, ka vende prallore, po nuk është vetëm Jezerci, ka për te Jezercit. Ku mund bëhet për shembull turizëm pas në Jezerc? Është Burniku, është Kashtanjeva, është pjesa e Rahovicës, këndej që ka pishat të bukura, pra ka elemente nerodimja, janë pjesë ndryshme të Ferizajt që mundemi me investu në agroturizëm, në produkte të cilat është koncepti nga farma në tavolin, që koncept I cili po zhvillohet në gjithë Evropën sot, pra duhet I shtyjmë bizneset. Ferizaj ka një numër të madh të gastronomisë edhe në këtë zonën e Jezercit, por që duhet, me të drejtën, unë jam pak I zhgënjym se çka ka ndodhur në aspektin e ndërtimeve, duhet me pas një plan dhe një rregull, duhet me pas një kriter, edhe në zona turistike duhet me mbajt një rregull. Kam frikën që atë rregull nuk e kanë mbajt këta që kanë qenë pushtet, por nuk është vonë me intervenu, sepse
ka hapësirat bukura, ka vende me shumë potencial të turizmit, të cilat duhet t'i shtyjmë përpara dhe t'i mbështesim. A kanë infrastrukturë këto vende në mënyrë që të zhvillohet turizmi, apo duhet të punohet edhe në infrastrukturë fillimisht më pas për të kaluar në këto vende dhe për të investuar aty drejt për drejt? Infrastrukturë bazike ka diçka, unë nuk jam i kënaqur me punën ose kualitetin e punëve të cilat i kanë bërë kohëve të fundit, por mendoj që ka nevojë për një infrastrukturë e cila është e menduar më mirë, pra nuk mjafton vetëm një rrugë e ngushtë ku nuk mund të kalojnë dy vetura, por duhet mendohet pak më mirë, më gjatë se çfarë zgjidhje duhet bëjmë. Çfarë ndërtime do të kishte për shembull në këto zona që the? Do të kishte lokale të gastronomisë, do të kishte villa, si është menduar në planin tuaj për ta gjallëru turizmin edhe në këto zona, cilat unë nuk i di, Shkodra nuk kam qenë, vetëm një Zerc. Dëgjom, puna ime më pashme ka pas të bëj me zhvillimin e qëndrueshëm. Dhe unë jam një idhëtar i asaj që në hapësira ku janë të mbrojtura, që duhet i ruajmë, mos ndërtohet me beton të vrashtë. Nuk duhet të ketë ndërtime të vrashta. Unë e parapëlqej konceptin e drurit më shumë se sa gjithçka tjetër, sidomos në natyrë, ku dëmtimet do të jenë shumë më të vogla dhe më të lehta. Pra për mua, gjithçka që është e riciklueshme dhe dru, do të jetë shumë e përshtatshme dhe e pranueshme për ambientet malore që ndodhen në për gjitha vendet. Kështu që këtë koncept unë jam i prirur ta shtyj përpara dhe këtij koncepti do t'i rrim rapa me idetë dhe vizionin tim. Për kulturën, cili është plani juaj? Arti, kultura, sporti është shpirti i një qyteti. Për sport, kem parapat që duhet vendosim ligat shkollore në përshkolla, në mënyrë që aktivitetet sportive t'jenë më herët në nxënësit studentët tanë. Por duhet ndërtohet infrastrukturë sportive në përshkolla, sepse sot më shumë se gjysa e shkolla në Ferizaj nuk kanë hapësira infrastrukturë sportive në shkollë. Ferizaj ka pas dhe ka artist, këngëtar, jashtëzakonshëm. Unë kam parapat që qyteti Ferizaj ta ketë një orkestër të qytetit. Unë kam parapat që Ferizaj duhet të investoj në kthimin e ansamblit të këngëve dhe valleve Kastriotët, të cilët i takova para disa ditëve dhe mua ankuan, a dini për çfarë mua ankuan? Nuk kanë para për rrobat të cilat duhet t'i qepin për vallet dhe performancat e tyre që po japin jo vetëm Kosovë, po dhe jashtë Kosovës. Ferizaj ka qenë pioner i rock grupeve në nivel të Kosovës. Ferizaj ka pas një festival Kosovalia Këndon, i cili është mbajt 3 ditë në sallën Bill Clinton të stërmbushun dhe sot mbahet me 200-300 spektatorë në sallën e teatrit. Ferizaj ka festivale si Playfesti e Mural Festi, të cilat janë shembuj sot të artit e të kulturës në Ferizaj, të cilat kërkojnë mbështetje financiare. Më falë, po më vjen keq, po artin, kulturën e sportin nuk mundesh me ndihmu me nga 1.000 euro, 2.000 euro. A nuk e kanë këtë mbështetje, për shembull Mural Festi është shumë i famshëm, gjithë e njohim Ferizajin për Mural Festin, a nuk ka mbështetje edhe prej zyrtarëve të pushtetit, në kuptimin që si mbahet, si menaxhohet, a ka këtë mbështetje, a e gëzon ajo? A është krejt me të hyrave tanake? Ndëgjom, unë kam qenë antar i bordit Mural Festit për disa vite dhe kam ndihmuar me fondet të cilat kanë ardhur nga Bashkimi Evropian sepse s'kan pas mbështetje komunale. Pra, edhe ju kam premtu kur të vijnë pushtet, lejet e reja ndërtimore që kam i dhanë, kam i obliguar në një farforme me lanë një hapësirë dikun për një mural, si cila ndërtesë me pas nga një mural, sepse Ferizaj po identifikohet sot me mural. Unë i kom premtu që ansamblit të këngëve dhe valleve Kastriotët kanë me qenë me performancë të tyre spaku 2 herë në vit për Ferizajin. Dhe kisha me qenë njeri më i lumtur nëse si spektator kam me doar trokit performancën e tyne. Kam me intervenu nuk kanë hapësirë ku ushtrojnë Shkodran, nuk po flasin për diçka tjetër. Hapësirë, ju thojnë, shkoni në filan shkollën, shkoni në filan vendin, i keni 1 orë që tu, 1 orë atje, bahen sa herë që kanë ushtrime. Pra duhet me pas vend të dedikum, duhet me pas hapësira, edhe festivalet, edhe ansamblet, edhe grupet e rockut në këtë rast se Ferizaj njihet për to, me pas hapësira të dedikume ku ata munden me shku dhe me i bë ushtrimet e tyre dhe me punu, pra. Po flasim për gjana bazike, nuk po flasim tashte subvencionimet për ta. Unë e di që rrugë nuk ka me mujtë mjë dhonë, po me mbështet për me pas performanca, koncerte në qytet, cilët ata pastaj munden me kriju fonde për një veçëndrueshmëri e me mujtë me vazhdu performancat e tyre dhe jashtë Ferizajt, ato ka me bo.